Gjeneta godet sërish Egli me deklarat të fortë në ekran. Mos fol pas shpine. Pas një situate të sikletshme në emisionin e Diell, ku Egli Tako refuzoi ftesën e moderatores, Nevina shtylla për të bashkuar në rubrikën Trotuar, ku është e pranishme edhe Gjeneta Fetahu. Kjo e fundit reagoi me tone të ashpra gjatë transmetimit. Gjeneta sfidoi publikisht Eglin, duke i bërë thirrje që të shfaqet në emision dhe të përballet hapur. Nëse ajo do përballje, nëse flet lart e poshtë, le të vijë dhe të flas këtu, u shpreh ajo me vendosmëri. E pyetur nëse sheh të mundur një miqësi mes tyre në të ardhmen, Gjeneta u tregua e prerë. Se besoj. Nuk i përshtatet karakterit tim. Kjo situatë duket si vazhdim i një tensioni të mëparshëm mes dy vajzave, i cili është bërë shpesh temë diskutimi në media dhe rrjete sociale. Me këtë deklaratë të drejtpërdrejtë, Gjeneta le të kuptohet se është e gatshme për një përballje të hapur dhe të sqarojë çdo keqkuptim në mënyrë publike.